Ky është Kurani? Ky është një Kuran i veçantë, Po? sepse një mjeshtër shkodran që erdhi për vizitë, fillimisht e pyete sa mund të peshoj ky, pa ja dhënë dorë. Afërsisht tha 30 kg, po nga kuptova thash, se është shumë e rëndë, vërtet. E kuptova tha se kjo është letër prej lëkure, nuk është letër e zakonshme. Është letër lëkure. Po kush e ka sjellë këtë Kuran? Erdogani. A e ka sjellë Erdogani? Vet? 2015. Erdhi vet? Po. Po ç'bëri Erdogani këtu? Inauguroi xhamin. Po. Vet Erdogani. Vet. Dhe solli Kuranin. Në solli janë 3 gjësej, janë punuar me dorë. Po është me mas mirë sigurie i ruajtur? Se beso kush. Letër thatë është. A i ma mbushë. Kurani që nga vërtet shumë i rëndë. Ekzemplar. Është i bërë me lëkurë. Lëkurë. Ne mund të vendosim një sekond këtu sa... Tre janë gjësej. Tre janë gjithsej dhe një e ka sjellë Erdogani këtu për... Po është lëkurë. Është lëkurë. Edhe shkruar me dorë. E di, i gjithi. Jo më shtyp shkraj. Po dy tjerët ku gjenden apo nuk ju kanë dhënë? Në Turqi.